Jo shumë kohë më parë, përmes rrjeteve sociale u njohëm me Merakin. Meraki, ideuar dhe drejtuar nga Erzina Shehu, është shumë më tepër se një markë veshjesh dhe aksesorësh. Është një omazh ndaj mjeshtrisë tradicionale shqiptare, një rrëfim përmes tekstilesh, lëkurës dhe gurëve natyral që japin jetë bizhuterive të veçanta dhe çantave artizanale të punuara me dorë. Me një mision të qartë për të ruajtur dhe festuar artizanatin tradicional shqiptar, Meraki ndërthur mjeshtrinë e skaluarës me dizajnin bashkëkohor. Pas lansimit online, koha ishte për një hapje zyrtare, të cilën bashkëshortja e MC Kreshës, Erzina, vendosi ta bëjë përmes një eventi në zemër të kryeqytetit. Ngjarja parapar për të enjtë në ora 19 ishte gati në çdo detaj, qysh një orë më herët. Për të siguruar për gjithçka, Erzina dhe Kresha erdhën të parët rreth orës 18:30 për detajet e fundit. Në hapësirë ishin shpalosur kreacionet nga veshjet, aksesorët dhe çantat. Përpara se të ftuarit të mboshnin hapësirën, çiftin e morëm në intervistë në një nga të rrallat bashk për t'i pyetur mes tjerash edhe për shakan e Erzinës që Kreshës i referohet në TikTok, por edhe mbrëm si bank. Ideja ka ardhur ka shumë kohë që kom pas këtë ide. Diçka që ka qenë shumë rëndësishme për mua është me qenë vendore produktet dhe ashtu si që kemi sjell produktet janë vendore, dhe Rafa bags, çantat likurës, setrat, edhe I kemi edhe aksesorët, edhe inspiration është nga gjithant e botës. Shojmë që shumica janë brend punuar në Kosovë, sa ka qenë vështimi që personat që bojnë punime artizanale, për shkak që është një punë që ka nisë pak më shumë në Kosovë. Nuk ka qenë shumë vështirë mi gjetë personat, sepse e ka dashur Zoti ashtu. I kam gjetë personat të duhur për punën që e bëjnë, edhe janë very artisanally creative people, dhe nuk ka qenë shumë vështirë mi gjetë. Do you agree? Po, patjetër. Për pakujtave the që Kresha është your bank account, sa ka investuar Kresha këtë projekt? No, e kena fore, bën se e gore. Është ai gore. Unë jam kon banka pa interes. Me 0%. Pa interes. Pa interes. Pa interes. Ose pa Kresha interes. është shumë përkras në gjithë anë. Ja, unë jam kon ashta më shumë banka motivuese për to, jo banka financiare. Sepse mendoj që çdo familje, çdo qift do të me pas e ka një financë të përbashkët, edhe ashtu sa din s'do të me këshyr prej asoj ane. Po nëse do na me marr ndaj kredibilitet e kredit për diçka, do të marr kreditin që e kom motivu për me e fillu me marr këtë iniciativë, për shkak se I kom besu shumë në kreativitetin e sajna edhe kom ditë që mundet me realizu diçka të bukur. A ka qenë vështirë me hek drejtë sot interesat si për pulit edhe me punë me një sako dhe me një majtë? Ajo është gjithmonë e vështirë. Unë në fakt më qenë veshur të ditën me Liverpool, Në trenier gatë Liverpoolit duan. So, po, është e vështirë, por është përkras. Okej, Ertina, besoj që është pak e vështirë familja, brendi, punë, dhe këto sa ka qenë të sfiduese mi arrit që ta këtu për një kohë kaq shpejt? Ka qenë sfiduese, por kam shumë ndihmë edhe jam shumë e fat dhe bëj këtë punë me pasion edhe ajo lehtëson këtë sfidë, por normal, për çdo nën është e sfidueshme se prioriteti është tek fëmia, por kam ndihmë dhe gjithmonë kam punuar, nuk kam dalë jashtë vetes për me hap këtë, se është një gjë që gjithmonë kam bërë. Po për tu kom pas ndihmë, vetëm Kresha apo është edhe Vjera dhe mami që ndihmë? Është Vjera, printe Kreshës, e kam hallën, tezën, tani dhe mami jam është këto edhe kemi një dado, jemi shumë e fat, kemi shumë ndihmë për atë. Edhe kopshtin e fëmijëve. Normal. Për shkak që shumica produkteve janë të gjinisë femrore, a keni menduar diçka me zonurin, me gjinisë mashkullore ose me Për tani nuk mundem me thonë jo, por për tani e kemi për gjini femrore. Ky event është një nga ato të pakta mundësi që të kesh një intervistë prindërit e çiftit. Vjerat që në radarin tonë sigurisht. Po, për krajen gjithnjë e ka pas prindërive si familje, si unë si vjeherë e sajna, jam shumë e lumtur që ajo është aq e zonja edhe është të e bërë një punë shumë të madhe, edhe shpresoj që të ketë shumë suksese.
Besoj që ka me pas sukses. Jam shumë e lumtur me punën e saj. Erzina na tregoi që jeni shumë vërtet si familje. A keni mbajt fëmijë gjatë kësaj kohe Erzinës sa jo? Jo, fëmijët nuk ka mujt shumë i ambajt, po e përkrahje dhe ka pas në çdo aspekt, morale dhe atë sa ka mujt edhe fëmijët ja ka mujt. Erzina tregon shumë shpesh që vjen të ju çdo dile, gjatë kësaj kohe projekti ta ka ardhur çdo dile ajo? Jo, pak ma rrallë se ka pas punë, mirë po përgjithësi vjen çdo vikend te na, edhe na kënaqet, edhe me fëmijët edhe me Erzinën. Okej, a mundesh edhe një mesazh të fundit për Erzinën edhe për këtë super sukses që tu e pat? Dy fjalë të fundit për Erzinën edhe për këtë super projekt që e Unë ka. Erzinës i dëshiroj shumë suksese, s'parisht i dëshiroj shëndet. Edhe shumë suksese e ky brand me qenë i njoftën edhe ndërkombëtarisht, jo vetëm te na në Kosovë. Projekti Zinës ka qenë nga fëmijëria, për adoleshente që ka qenë ëndra e saj, ka qenë këtë brand, por nuk e kemi ditë që ka mu qenë në Kosovë, që një gjë është edhe më e bukur që të jetë në vendin tonë vendore të janë brendi saj. E jam shumë krenare, jam shumë e lumtur. Duke di që nana një vladi mas mirë ti, a ka po gjithmonë Zina qef, mu duk pak ma special si kur brendi që e ka hapë sonte, diçka rreth fëmijërisë saj nëse mundesh na tregu pak ma shumë për stilin e saj gjatë fëmijërisë. Kjo gjithë është marrë me fashion, ka kry për biznes, ka punu për biznes, për fashion ka punu, gjithë është marrë me këta, edhe më në fund e arriti, që jemi të lumtur, jam shumë krenare, erdha para 2 ditë fluturova nga Kanadaja, vetëm me përkrah Zinën. Dhe që saj përket kreshës, kresha ta kam qenë investues me zero interes. Ti sa ke investu në këtë biznes ose investimi emocional ose Kresha ka qenë është shumë përkrah si Zinës, që më jemi shumë të lumtur që e përkrah shumë. Normal që investon e krejt, po krejt idejat normal në Zinës, ai e mbështet shumë në së cilën mënyrë. Zina tha që sot e keni ditëlindjen, urime një që Faleminderit shumë. Jeni si vena, sa më thash edhe djetër Zinës- me thonë, aq ma shirë ma të mirë. E thash Zinës mos t'rego që kam ditëlindjen, pa e prapë ka bërë vetën. Zina. Faleminderit shumë. A është kjo koincidencë që ka ndodhur sot? Po, hapja? ajo e ka bërë me qëllim, po nuk kam ditë. Nuk e keni prit. Zina tha që jeni familja ka mbështet tepër shumë. Sa keni ndihmu ju nga ana e fëmijëve ose diçka tjetër që ka mujt Zinës shumë punë mi letu në hapje të brendit. Pavarësisht që ju jetoni në Kanada dhe Kanada Kosovë është një diferencë shumë e madhe edhe kohore dhe emocionale me fëmijët. Na si shqiptar, kur dalim jashtë vendit, më duket e mbajna ma shumë shqiptarizmin në zemër. E mundohem fëmijët me mësu me traditat tona. E kështu që gjithë ju kemi ndajt mbrapa, ju kemi dashur të më shkollu, me kry fakultetet, po pak me gjuhë, pse këta janë konë shkolla, në fakultete, këta dhe kanë punu gjatë kohës shkollës, kur kanë orë shpe me detyra, që kështu me komunikim me neve, kemi pas pak, se ma shumë jënë këtë të angazhun për shkollë. E kështu po gjithë i kemi pru në Kosovë, në qëto 2 vjetë, 3, normal. Po ne kam edhe familin atje, që falen krejt jemi atje, Zina me ta urrit, me tezës, me dajës, këto e ka hallën. Me fëmijët e Zinës, çfarë raporti keni? A jeni gjyshe shumë e dashur, a jeni pak ma strikte? Jam gjyshe që i llastoj shumë fëmijët, i kam lazdru shumë. Atë kritikon Zina na herë për shere që i bërë ata talent Shumë, sad, jo hiq ma larg sad, më kritikaj. Tamam, ti e ke bujzën kështë, tash po. Besoj. Zinës i uroj suksese, shumë në biznesin e vetë, i uroj që ti shkoj puna në barë, i uroj shëndet, gëzime me familje, edhe jam shumë e lumtur që Zina është këty në Kosovë. Kjo ka qenë arsye dhe kryesore që ha brendi Kosovë. Po, Më kthej Zina dhe ju si jam e familje. lumtur që është këty në Kosovë. Pushojmë shumë copa të bukura, punime shumë të bukura, është diçka që ta ka tërheqë synin edhe ka thonë Zina mam, ç'ta merret ti? Po, këtë çantë, cilën shumë me pëlqej, këtë gjaketë, shumë me pëlqej. Prejnë shumë perfekte, shumë për stilin juj.
Ju uroj shumë suksese dhe faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E ftuar ishte nënkryetaria e Kuvendit, Saranda Bogojevci, që ka një mitësi qysh në vitet e fëmirisë që kur të dyja jetonin në Kanada. Sot e dim shumë krenare me Erzinën, unë jam rrit me Erzinën, e një qysh kur kemi qenë fëmi, edhe nëse ka qenë do një person që më ka inspiru për mënyrën se si ka dit me i stilu, dhe më thonë, teshat, mënyrën që është vesh, prej kur ka qenë fëmi, edhe me të vërtet është knaqësi me pa, dhe më thonë, sa shumë ka arrit, me pa brendin sot, me mri edhe mi vesh gjonat dhe mi pas gjonat e Erzinës, mburem shumë e to, edhe i uroj edhe ma shumë suksese, dhe menoj që Erzina ka kapacitet edhe ma të madhë se vetëm këto që ka e shini sot. Si të dashe një prej ministrë që Erzina ka vizion, ka ide, edhe unë menaj që kjo është veç të fillimi për to. Duke pas parasysh që jo jeni shumë vërtet se produkteve vendore, produktit janë shumë vendore, a keni me ndikua dhe jo në rritjen e këtij procesi, si brendi, si duke pasur parasysh edhe pozicionin e juaj tyre publik të jene? Pa tjetër, për mu është në interes me promovu, dhe më thonë, artist, stilist, designer, jemi në tartim sot, ku kemi gratë të cilat e kam biznesin e tyne, pa tjetër që është me rëndësit madhe të përkrohen të gjithë ata që kam prodhime vendore, por të njëjtën kohë sidomos ato që jem gra. Kemi nevojë shumë i përkro gratë, edhe është knaqësi, dhe më thonë, kur mundesh me pas një mundësi të tillë. Unë para disa ditëve isha edhe në Këshillit të Evropës, ku e pata mundësi me pas edhe të thonë gjaketën e Erzinës, me fol për tema tepër të rëndësishme, po të njëjtën kohë me mujt me promovu edhe punën e sidomos grave tona. Krenare për punën e një grua të suksesshme në biznes ishte edhe para e drejtësisë Albulena Haxhiu. Ne sa po erdhëm në këtë organizim, me qëra së pari i uroj shumë sukses Erzinës për brendin që e ka sjellë në Kosovë, për brendin më të ri që e ka sjellë në Kosovë. Siç kuptova, janë shumica punëtore dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që jemi këtu së pari për të përshëndetur gratë dhe për t'i inkurajuar ato që t'jenë të fuqishme, pavarësisht sfidave që mund t'i kenë përpara, sepse sidomos në ditët e para të çfarëdo, si me thonë, angazhimi, ka sfida të ndryshme, por unë jam e bindur që edhe kësaj radhe Zina mund t'ja dalë. Prandaj nuk patëm mundësi që t'i shohim produktet, qoftë të gjaketat apo çantat që janë këtu të ekspozuara, por jam e bindur që ato janë përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme dhe i përshtaten trendeve në Kosovë apo kudo tjetër. Sigurisht që për mua si ministër është e rëndësishme që marr pjesë në aktivitetet e tilla. Ju e dini sa shumë ne po kontribuojmë që gratë të hapin bizneset e tyre, që të jenë të pavarura ekonomikisht. Prandaj besoj që kjo përveç tjera do të jetë edhe inkurajim për gratë tjera që të bëjnë ngjashëm me biznes. Ku është Kresha, si të mos jetë Lori Kallson. Krah bashortës Gresës i morëm për një intervistë. Apo fol te apo fol Jona? Apo fol Jona. Hajde. Zinës i uroj shumë sukses, ka punu shumë, ka punu mirë edhe mbar, edhe produktet i ka shumë të mira, i uroj shumë suksese edhe shumë falë në këtë tip hapje. Do e marr parasysh që Zina nuk e ka këto punë të sotit ose të tash që ja ka nisë me bo Zina më t'i mirët me këtë punë, edhe prap më herët e përsërit apo prap e përsërit i s'ka lidhje, është produkt vendor, do të më konë gjithmonë suportiv, gjithmonë për kras, e sidomos për kreatorë, dizajnera e produkte të reja për shembull që janë made in Kosovë. Edhe sidomos që është nusja jonë është Zina, nusja jonë, vërtet. Ka shumë produkte të mira, çka kishte propozue sot e Gresës më e vetë gjatë syt. Unë ka propozu ato. E ka kry. Po, e ka kry, ja kom propozu unë, edhe më ka ngu edhe. Po, ne i kompletet, ku që jesh. Do me thonë që si propozeve me sa tjetër. Po, jam gati. Tu po, a? Po. A u shkua dhe ju me nisë një biznesi që konkurrenca nuk është të keq, është shumë e mirë. A u shkua me nisë dhe ju një biznes? Shpëtina e na freestyle, unë e Gresa.
Ne kemi fëmijë të vogël. E kena tash na ka ardhur edhe një djalë i vogël, një pitbull që po do të më njeh më shumë ato se Po na merr kohën. Mirë është, unë edhe ashtu e kam edhe një biznes tjetër përpas muzikës, një biznes familjar, e unë nuk po di ka më shky, kështu që Gresa është bo ministri i brendshëm edhe u bo komandant i kullës tam. Deri sot pjekët kulla, tani kur pjekët Qyrëm. po bujnë atë. Dy fjalë puni për tinin edhe për krejtë për si super arritje tyne. Urime, i pash produktet i këm po dhe marrët, kënë shumë nice, inshallah ka shumë shitje dhe inshallah është international bot. E bukura Fjoral Ponari ishte ndër të ftuarat prezenca e të cilës qenje befasie këndshme për ne. Ajo pati paralajmërime për rikthimin e saj në ekran. Fjarë na ka marrë malli me të pa, duke pritëm sonde që po vjen Prishtinë. Dy fjalë për tinin edhe për marakin e saj. Brendi që më ka sjell është Meraki, kështu që ju e dini shumë mirë. Shiko, unë kam qenë gjithmonë suportuese e brendeve që ofrojnë punë artizanale dhe më tepër brendeve që në gjenezën e tyre janë shqiptare. Kështu që me shumë dashuri ofroj gjithë mbështetjen time dhe uroj që ta shoh sa më lart filmin në këtë nismë të re. A ka në planë edhe nga ti me nisi projekt t'til, apo ka ko akoma? Pasi jenë tonë me filma, me projekte të ndryshme? Në fashion po thua? Po. Në fashion jo, vazhdoj të jem thjesht një adhuruese dhe suportuese e njerëzve me iniciativë si Erzina. Që për momentin jo. Alba, je shumë aktive nga ana filmike të artë fundme. E shohim që Angel ka bo tete për herë, ki bo tete për herë dy, Angel Shazan, a ka në e plan nga te ajo? Shikam, në projektimet e mia, ende nuk e shoh veten si mami, por në ka një fëmijë që më ka rrënjosur dëshirën për të bërë mami është Trevi, se është fëmija më ëmbël në botë. Tani mendoj një si Trevi herë dy, me bebin e ri që po na vjen. Si dihet, nuk i dihet. A ka xhelozi mes tezeve? Kush e do më shumë Për Treve? dashurinë e Trevit? Po. Gjithkohës. Gjithkohës. Kush triumfon? Tani varet. Varet se Trevi është në një moshë që manipulohet lehtë tani për momentin. Kush ofron më shumë lojra, kush sjell lodra, kush merret me të më shumë, kush këndon, kush kërcen, kush i shkon pas Terezis. A do të shohim shumë shpejt me ndonjë projekt të ri, televizion, filma, ose në kanalin tonë YouTube, që e ki pas? Atëherë ti marrë me radhë. Po. Në televizion jam prej thuajse një viti në pauzë, por jam duke shqyrtuar dy opsione të reja që më janë ofruar për sezonin e shtatorit. Kështu që mund më shihni në shtator, mund më shihni edhe aty ku mendoni që zdo kthehesha ose s'do t'isha. Lajm ekskluziv për prive. Por që përpos kësaj, po merrem aktualisht me filmin Luli dhe Goni Lemes, me cilin do të vim edhe në Prishtinë me datën 18. Të ftuarit e shijuan eventin i cili u ndërprej vetëm për një fjalë rasti me plot emocione. Ju e keni iluminu këtë event, nashta më ju thonë faleminderit është të pakt, e mangët, por gjithsesi arsyeja pse fillova unë këtë speech në fakt është që mërë pakinati, se unë jam njoni pi pintave, edhe mërë pakinati që krejt këtë highlight për mërë gruja jamës për marrë këtë shkëllqime mërë gruja jamë, se kush është shkëllqime? Erzina! So, një aplauz madhë për Erzinën. Erzina! Kur në andrat e mia, s'kisha menov që njerëzit trukitin për mua, jo për si kreshe. Meraki! Here I am, we did it! Woo! Vetëm shumë shpejt duar të falenderoj të gjithë jo që jeni ardhë. Jeni shumë rëndësishëm për mua, faleminderit shumë dhe di që plot nga ju jeni nga një rrugë të gjatë. Ju falenderoj dhe I hope you love Meraki just as much as I do. Që të kam për Merakësh. Regulot, për në rejqë. Dhe bura që jeni këto, një arsye keni qeni këto, që keni pare në kolet, dhe gruat e ju e do në ble Meraki, lusme, do që Meraki.com. I kësë edhe pak me fillu të që shto, është kërë një zina, ti të kresha.
Unë të doja të mëtoje, të më mëtoje, me t'jë më shkoje. Jo, mu... Gjithsesi, ajo shpreha që thojnë mas një burrit të suksesshëm që ndron një grua e fortë, po m'doket ka fillu mu zbej. Sepse, në fakt, mas çdo grua të suksesshme, në gjithë për to që ndron një burr, si pa vetë. Faleminderit shumë, atëherë shijojeni mbrëmjen, një tua, falenderoj. Festa e Merakit vazhdoi duke u bërë pak më private me rastin e ditëlindjes së nënës Erzinës që rastisin në të njëjtën ditë. Shumë urime e suksese!